Pas përfundimit të punimeve të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, kryetari i saj Sali Berisha prezantoi rezultatin e procesit zgjedhor dhe ndryshimin statutor të miratuar nga delegatët, duke e konsideruar këtë një etapë të rëndësishme në reformimin e forcës më të madhe opozitare në vend. Në një konferencë për mediat nga Selia Blu, Berisha deklaroi se mesazhi kryesor i Kuvendit ishte ripërtëritja e Partisë Demokratike, duke vënë theksin tek rritja e pjesëmarrjes së të rinjve dhe grave në struktura drejtuese. Pas numërimit të votave, rezulton se 71 të ri, pra rreth 30% e të zgjedhurve në Këshillin Kombëtar i përkasin moshës ndën 30 vjeç, i përkasin të rive. Një zhvillim tjetër madhor, pozitiv, hapi rëndësishëm që Kuvendi bëri në votimin për gratë dhe vajzat. Në mënyrë, do të thosha, shumë të rëndësishme, u realizua ose u arrit përcaktimi statutor i rreth 40% të përbërjes së Këshillit Kombëtar gratë dhe vajza. Berisha theksoi se procesi i ripërtrirjes nuk përfundon me zgjedhjen e Këshillit Kombëtar, por do të shtrihet në të gjitha forumet dhe strukturat e Partisë Demokratike. Në Kuvend ne shpallëm drejtimet kryesore, më kryesore të punë. Shtyll bazë ishte ripërtritja e cila nënkupton përpunim dhe përpunim të vazhdueshëm të vizionit dhe programit tonë. Nënkupton modernizim të gjithë veprimtarisë Partisë Demokratike. Nënkupton organizim të gjithë strukturave të saj. Kreu i opozitës bëri të ditur se përbërja e Këshillit Kombëtar reflekton një përfaqësi më të gjerë profesional dhe shoqëror. Sipas tij, ndër anëtarët e rinj të zgjedhur spikasin pedagog, akademik, ekspert në fusha të ndryshme dhe përfaqësues të brezit të ri, të cilat pritet të kontribojnë në hartimin e politikave dhe programit të ardhshëm të partisë. Pas zgjedhjes së Këshillit Kombëtar, Partia Demokratike pritet të vijojë me konstituimin e forumeve të tjera drejtuese, proces që do të çojë në zgjedhjen e kryesisë, nënkretarëve, sekretarëve dhe strukturave të tjera politike që do të drejtojnë partinë në vitet e ardhshme.